një mallkim. Shërbëtori i Allahut Ibn Makafa, dietar dhe shkrimtar i famshëm persian, po mbante ndërduar frerët e kalit të Zotit të tij dhe ishte ulur jashtë shtëpisë së Sufjan Ibn Muavije Mehlebis, komandanti të Basrës. Po priste të Zotin e tij që të mbaronte punën që kishte aty dhe pastaj të vinte t'i hipte kalit e të niseshin për në shtëpi. Pritja zgjati më shumë se ç'duhej. Ibn Mukafa nuk po vinte. Njerëzit e tjerë që kishin ardhur pas tij te shtëpia e komandantit kishin dalë që andej dhe kishin ikur, kurse për Ibn Mukafa jo. Pak nga pak, shërbëtori filloi të interesohej për të. Çdo që pyeste, ose i thonin që nuk dinin gjë, ose i hidhnin një vështrim nga koka deri te këmbët shërbëtorit dhe kalit, e pastaj iknin pa thënë asnjë fjalë. Koha kaloi shumë dhe shërbëtori shkoi e u shprehu shqetësimin e zhgënjimit të tij, Isait dhe Sulejmanit, që ishin bijtë Ali ibn Abdullah ibn Abbas dhe xhaxhallarët e kalifit të asaj kohe, Mensur Davanikit, ku Ibn Mukafa ishte sekretari dhe shkrimtari i tij. Isai dhe Sulejmani ishin shumë të interesuar për Abdullah Ibn Mukafën dhe e përkrahnin për herë, sepse ai ishte shkrimtar i aftë, dietar dhe përkthyes i Zotit. Nga ana tjetër, edhe Ibn Mukafa, duke pasur mbështetjen e Sulejmanit dhe të Isait, të cilët ishin xhaxhallarët e kalifit, ishte bërë më trim e më i guximshëm dhe nuk stepej përballë provokimeve që i bënin njerëzit keqëdashës. Përveç kësaj, ai fliste edhe ashpër e madje e duke i thumbuar nga njëherë njerëzit me të cilët kishte debat. Isai dhe Sulejmani shkuan dhe e kërkuan Ibn Mukafan tek shtëpia e Sufjan Ibn Muavis, por ai u tha që Ibn Mukafa nuk kishte ardhur fare në shtëpinë e tij. Por me që kishte qenë ditë dhe të gjithë e kishin parë Ibn Mukafan të hynte në shtëpinë e tij dhe të betoheshin e dëshmonin për këtë gjë, mohimi të Muavijes nuk i mbeti më vend. Nuk ishte punë e thjeshtë. Vinte era e një vrasje dhe ajo kishte të bënte me një personalitet të shquar dhe dietar të madh si Ibn Mukafaja. Nga njëra anë, në këtë çështje qëndronte komandanti i Basrës dhe nga ana tjetër qëndronin xhaxhallarët e kalifit. Lajmi për këtë çështje vajti deri tek oborri i kalifit në Bagdad. Kështu, të gjitha palët, si të akuzuarit, akuzuesit dhe dëshmitarët u mblodhën përpara Mensurit. U parashtrua çështja dhe dëshmitarët dhanë dëshmitë e tyre. Pasi dëgjoi dëshmitë, Mensuri u kthye nga xhaxhallarët e tij dhe tha: "Për mua nuk ka ndonjë pengesë që tani Sufjanin ta dënoj me vdekje për vrasjen e Ibn Mukafas. Mirpo, kush për ju të dyve do ta marrë përsipër përgjegjësinë që nëse Ibn Mukafeja do të jetë gjallë e shëndoshe mirë pas së vrasjes së Sufjanit dhe vjen e futet këtu nga kjo derë dhe bëri me dorë nga një derë dhe të pranoj të dënohet për vrasjen e Sufjanit." Isai dhe Sulejmani mbetën të habitur nga kjo pyetje e nuk dinin ç'përgjigje të jepnin. Me vete thanë: "Po sikur Ibn Mukafaja të jetë i gjallë dhe Sufjani e ka dërguar atë shëndoshe mirë te kalifi?" Të detyruar u tërhoqën nga çështja e tyre dhe u larguan. Koha kaloi dhe pak nga pak edhe për Ibn Mukafan as nuk u dëgjua e as nuk u pa gjë. Pak nga pak ai po shkonte drejt harresës. Pas kalimit të një farë kohe, u bë e qartë se Ibn Mukafaja e kishte sulmuar disa herë Ibn Sufjanin me gjuhën e tij duke e fyer rënd atë. Madje, një ditë e kishte fyer atë nga e ëma në praninë të njerëzve të tjerë. Sufjani gjithmonë kishte pritur rastin që ta akmerrë ndaj Ibn Mukafas, por nuk guxonte nga frika e Isait dhe Sulejmanit, xhaxhallarëve të kalifit, derisa ndodhi kjo ngjarje. Duhej që xhaxhai tjetër i Mensurit, Abdullah ibn Aliu, të shkruante një letër dhe pastaj ajo t'i shkonte Mensurit që ta nënshkruante atë. Abdullah bin Aliu thirri bin Mukafan, i cili ishte sekretari i vëllezërve të tij, që ta shkruante letrën për të. Ibn Mukafaja e shkroi letrën. Tek ajo letër, përveç kërkesave që parashtroheshin, ishin bërë edhe komentime e akuza të drejtë për drejta ndaj Mensurit, kalifit Abbasit.
Kur Mensurit i ra letra në dorë, u mërzit dhe u inatos shumë dhe pyeti se kush e kishte shkruar, e i thanë që ishte Ibn Mukafaja. Edhe Mensuri ndjeu pikërisht të njëjtën gjë që kishte ndjerë dhe Sufjani për Ibn Mukafan më përpara. Atëherë, fshehtas i shkruan Mensuri Sufjanit dhe i kërkon që Ibn Mukafaja të dënohet sa më shpejt. Tani Sufjani po kërkonte rastin e duhur që ta ndëshkonte Ibn Mukafan. Rasti që kur u thirr në shtëpinë e vet atë ditë, e kur shërbëtori i Ibn Mukafas ndenjë jashtë duke e pritur. Kur Ibn Mukafaja hyri në shtëpinë e Sufjanit atë ditë, pas se brenda ishin mbledhur disa prej shërbëtorëve dhe ushtarëve të tij. Sapo Sufjanit i zun syt Ibn Mukafan, ju kujtuan të gjitha fyerjet që i kishte thënë ai deri atëherë. I thot Ibn Mukafas: "Ato kujtohet kur më fyeve atë ditë nga nëna, tani ka ardhur koha të lajm hesapet. As lutjet e as përgjërimi nuk bëjnë punë." Dhe Sufjani e hoqi qafe Ibn Mukafan në mënyrën më të dhunshme.